diçka, edhe prapë ne mund të futemi në krizë. Po. Isha duke thënë që kryeministri për dallim nga herët e kaluara nuk e ka komoditetin tash që t'ju thot partnerëve qëre unë i kam numrat dhe ju merrni ose lënë, kjo është pozita, kjo është programi jam, kështu ju kam menduar gjë që herën e kaluar me drejtë e ka bë sepse e ka pasur komoditetin e numrave, tash kryeministrit Kurti i duhen aleat. Sa i përket çështjeve tjera, unë konsideroj që të qenë i pari përpos që është privilegj, është edhe përgjegjësi dhe prandaj atij takon pjesa më e madhe përgjegjësisë se si të dalë nga kriza. Kjo që mund të jetë opozita nesër ose parti tjera, sepse hala jemi në stadin ku s'dihet kush ka me kon pozita dhe opozita. Kjo është në kuadër të lojrave të tyre politike, strategjisë, por në gjatë një deputet nuk është ndonjë numër i paraqitshëm. Thjesht nuk kërkohet sikur një konsenzus sikur për zgjedhjen e presidentit dhe që ato gjatë një vota do t'i duhen edhe për qeveri. Po në base është duke e mendu për me kalu kështu edhe me ndihmen e është strategji e tij që me ndihmen e partive opozitare që na pëlqejnë dy parti tjera fitus, dy parti tjera që kanë dalë dyta dhe treta në zgjedhjet e fundit, ta kaloj pastaj aleatët, pastaj të filloj negociata tjera për formimin e qeverisë, ku Kurti ndoshta e mendon që është një pozitë më të volitshme sepse gjysmën e punës e ka kry. Sa i përket interpretimit të një gjatë të gjashtë, unë mendoj që ato thuhet që konstituimi i Kuvendit do të bëhet 30 ditë nga data e certifikimit brenda 30 ditë, mirë po nuk thuhet që nëse nuk ndodh kjo Kuvendi shpërndahet. Kushtetuta shprehimisht e parashë mundësinë e shpërndarjes së Kuvendit vetëm nëse dështon zgjedhja e kryeministrit edhe nëse dështon zgjedhja e presidentit edhe ata në afat prej 60 ditësh. Por si do që tjetë kjo në base do një analizë për njerëzve me ekspertizë më tillë. Deklarimet e eksponentëve qeveritare dëgjuan prapë Moza Kusarin më herët, kemi dëgjuar edhe deklarata tjera eksponentët qeveritarë, po vetë lëvizjeve vendose, partisë më të madhe që ka fituar zgjedhjet, pra po i përmenden shumë zgjedhjet, apo i përmenden zgjedhjet si kërcënim për partitë e tjera, apo e kanë të sinqert, një mendoj zgjedhje. Unë mendoj që këta janë duke lujt me këtë kërcënim që po thotë, mënyrë që ta ulin pazarin sa më shumë. Domethënë një në anë janë duke shty kohën që bëhat citata sa më e padurueshme dhe të rritet presioni politik mbi gjitha partitë. Edhe një tjetër anë duke përdor këtë moshën e kërcënimit me zgjedhje, sepse ata konsiderojnë që nëse bëhen zgjedhjet prapë ne do dalim fituese dhe do dalim më bindshëm, mënyrë që partitë tjera pastaj ti ulin ato kërkesat dhe në këtë formë ti vunë para një pozite që ata kenë kërkesa më të ulta, thjesht më të pranueshme për subjektin politik më të madh dhe në këtë formë të arrijnë një marrëveshje më të mirë për lëvizjen vetvendosje. Ndoshta kjo është krejt arsye se